para kur lihen në spitale të ginekologjisë. E vërtet vetëm se ky rast kështu që po jetojmë vitin 2025 dhe pas familje që e lanë vajzën e jetimore për shkak se s'ka qenë mashkull është shumë e dhëmshme. Është krem në vete, sigurisht të qenit po lidhen për ndërlidhen me shkurtën, sigurisht të qenit vajzë ose djalë i edukuar nuk është sinonim i një martese të suksesshme. Pra, se kam prej fillimit të emisionit që edukimi është i rëndësishëm, mirë po, a është edukimi i mjaftueshëm për një martesë të suksesshme? Vetëm edukimi intelektual apo njohuritë rreth martesës, rreth përgjegjësive që ka gruaja ndaj burrit apo burri ndaj gruas, nuk janë të mjaftueshme. Pra, këto duhet të vi në rol edhe karizma që e ka femra apo mashkulli. Pra, si me thonë, aja që ka ndërtu në veten e tij. E para, e dyta, shkujdesja e qëllimshme. Shpesh herë çiftet bien viktim e debateve edhe përlarjeve të ndryshme për shkak se nuk janë të shkujdesur qëllimshëm ndaj një fjale që mund të jetë në afekt e femrës apo edhe mashkullit. Pra, pikërisht bëhet një fjalë e lëshuar nga mashkulli ose nga femra në afekt, që bëhet strumbullar apo bazë e ndarjes apo e përfundimit të një martese deri atë ditë ndoshta shumë të suksesshme. Pra këto vije në pa edhe karizma, edhe karakteri që e ndërton një mashkull apo një femër në mënyrë që të jetë, si me thonë, urlidhse mes tij dhe bashkëshortës dhe jo hendek apo edhe çunje deri në përfundim të kësaj lidhje. Po, e përmendë edhe shkurta familjen, apo e sheh tash në kohën e sotme çysh pranohet divorci ose ndarja edhe nëse nuk është në pikën e martesës. Prej shoqërisë a ka ndryshuar perceptimi se çysh pranohen ndarjet? Po sigurisht është një perceptim më i butë dhe më i lehtë për shoqërisë, për shkak se rrethonat kanë ndryshuar. Jemi një shoqëri pak më hapur, edhe pse hapat drejt modernizimit janë të shkurt edhe të ngadalshëm. Mirë po bëjmë hapa para edhe pse të ngadalshëm. Sigurisht familja apo edhe vajza ose djali janë të stigmatizuar edhe në familje, përveç që janë të stigmatizuar edhe në shoqëri. Pra, unë në një raste edhe personale që ekspersoni vajza, se kryesisht prapë ndërlidhen vajzat janë shumë më sakrifikuese se sa më shkojt vajza. Pa, edhe më të paragjykumet mandej në. Gjithsesi kjo është gabim shumë i madh. Për shkak të ne sot jemi blerë këtu në mënyrë që këto të vërteta të qisim në pa, pra sepse femra çdo herë për çdo fushë dhe për çdo aspekt dhe për çdo këndi është më sakrifikuese për familjen, për fëmijët, për bashkëshortin dhe për familjen e saj. Ka raste kur gruaja që unë një personalisht ka duruar edhe dhunë fizike përveç dhunës psiqike me vite të tëra për hir të familje, për hir të fëmijëve të saj, të martesës, derisa ka ardhur një ditë kur s'ka mund të ecin hapa para, domethënë. Deri kur është mbushur kupa, edhe është bë publike skandalet që kanë ndodhur dhuna fizike. Deri në atë çast femra ka qenë e gatshme të sakrifikoj edhe po të mos shfaqej skandales problematike e saj, ajo ndoshta do të vazhdonte të sakrifikonte. Mirë po fatkeqësisht raste të tilla kemi shumë, nëse i marrim edhe shiqojmë në qendra për punë sociale, për shkak se këto raste të tilla i trajtojnë qendra për punë sociale para se të trajtojnë gjykatat dhe prokuroria.